Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita ka miratuar një paketë të re ndryshimesh në strukturat drejtuese të institucionit. Vendimet përfshin emërime dhe komandime në disa nivele, nga drejtues qarqesh deri te shefa sektorësh. Hita ka emëruar si drejtor të Policisë së Firit Erion Ahmetin, post të cilin deri më tani e mbante Oliger Torba, ndërsa Andi Banushi vendoset në detyrën e zëvendës drejtorit në Elbasan. Në nivel komisariatesh, Alfred Sena i caktohet në krye të komisariatit nr. 2 në Tiranë, ndërsa Gerald Toska drejton komisariatin në Fier. Në Peqin drejtimin e komisariatit e merr Erdit Raçeku. Ndryshime ka edhe në strukturat e hetimit dhe rendit. Dritan Muça emërohet zëvendës drejtor për hetimin e krimit në Vlorë, ndërsa Dritan Malaj merr të njëjtën detyrë në Berat. Petrit Halo vendoset zëvendës drejtor në Shkodër dhe Arben Asufi zëvendës drejtor për rendin në Lezhë. Në nivele të tjera drejtuese, Krenar Guçe merr funksionin e shefit të rendit në Përmet. Islor Islami caktohet në sektorin e mbështetjes hetimore të krimit të organizuar në Policinë e Shtetit. Ndërkohë kujtojmë se deri ditën e djeshme Islor Islami mbante postin e drejtorit të Policisë Lezhë, por u shkarkua si pasojë e zbulimit të lojrave të fatit atje. Ndërkohë Lucian Zeqaj dhe Jetnor Shira angazhohen në strukturat e policisë rrugore në Tiranë. Ndërsa Ermal Zaimi vendoset komandant i linjave të trafikut urban. Lëvizjet përfshin disa njësi dhe pritet të ndikojnë në organizimin e brendshëm të policisë në Qarqe.